Hoxh, ndarja me burrin po më shkatërron. Për gabimet mia, për një shuplak, i kam thirrë policinë. Thot edhe, po du më këthy tash më bashku me burrin, e kam fëmijë tjere, e prisha, në pyetjen tjetër e prisha, thot familjen, për një shuplak. Elus Allahun Azhjal, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që ta dëgjoj burrit këtë përgjigjen time, edhe t'ja zbut zemër edhe t'ju bashkoj të dyve ja Rabb. Allahu ju bashkoft. Lus Allahun që t'ja zbut zemrën burrit tën edhe të kthesh ti te burri të vazhdoni një jetë lumtur edhe me ta fal këtë gabim edhe ti më afal atij edhe ai ty edhe me gjetni mesatarë të arsyeshme. Elus Allahun me emrat e cilësitë e tij të bukura që t'ju bashkoj. Prap, nëse do ta kisha njoft burrin tan, vallahi kisha shku edhe e kisha lut për hir të Allahut xhelle shanuhu që më pranu më pas ti e gabimit që e kam më u bashku me ty. E kom përzgjedh këtë pyetje për më e dhanë mesazh të gjitha motrave, normal edhe burrave që sa të muni rujeni, ndaleni vetën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë musliman trim edhe pehlivan mundës është ai që e nal vetën, kur ta kap këto sikleti nervozës, e nal vetën edhe nuk bën një gabim kashi, domethënë kur është nervoz nuk bën gabim. Në këtë rast edhe kashi grus nuk i bën shuplak. Edhe kundërta domethënë ose ana tjetër këshilloj gjithashtu çdo grua që për pak aman rune familjen. Familja është shajt. Familja është institucioni më i suksesshëm në një shoqëri. Andaj nëse vjen puna një diçka keq kuptim helbete për një dobi më të madhe, keni kujdes. Le të jetë ajo alternativa fundit kur nuk keni zgjidhje, sepse tash nuk po du me thënë që fare kur mos mi thirr policinë. Por le të jetë ajo alternativa fundit, kam thënë se mas kësaj mund të ndodhë që mos më bashku, më mirë për mos me vujt tani jetën edhe fëmija edhe jo, më mundu me i tejkalu do të cikrimet vogla. Prandaj për vërtet Allahut po ju lutem, nëse mund dikush me orientu kush është që ky burri, edhe me shku me ju lut për hir të Zotit, do të kisha shku me u lut. Por nëse s'kam mundësi, aman o vlla, nëse po ndëgjon para të Allahut azhjal, po të bëj borxhlet që mundohu me kriju edhe një shans edhe një urlidhse me bashortën tonë. Nëse nuk ka ndamja të banë me islam, aso ndamje e cila s'ka këthim mrapa. Pra nëse hala keni mundësi me fetarisht me u kthy edhe me u bashku. Aman mos t'i prishim familjet, aman mos t'i prishim, aman mos marrim mësim prej të këqive. Merrni teknologjinë, merret dijen prej Evropës, mos e merrni edukatën e tyne, sepse u shkatërrun familjet, u shkatërrun fëmija, po vujnë babat, po vujnë nanat, po vujnë vjerria, po vujnë fëmijët, po vujnë atje baba i nusës, nana e nusës, po vujnë këtë familja në kulturën që s'është e jona. O Zot përmirësana, o Zot përmirësana, o Zot përmirësana. Allahut në moftoj motër. Allahut në moftoj motër. Edhe për fund nisja falë namazin. Bile gjeni fladin shpirtin tanë për mes namazit. Allahut bashkoft me burrin tanë.